Projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës për krahje për promovimin e diversitetit kulturor në Kosovë zgjeroi aktivitetet e saj në zhvillimin ekonomik lokal përmes trashëgimisë në të gjitha rajonet e Kosovës, bazuar në përvojën e saj në Kosovën perëndimore. Që atëherë, aktivitetet e zhvillimit ekonomik lokal janë të shtrirë nëpër 4 rajone të tjera, në jug, lindje, qendër dhe në veri. Through a holistic, participative and integrated approach, the PCDK project has enabled all communities to have a say on their own heritage resources, which is essential for social inclusion and sustainable economic development. Working closely with all layers of the society, the local economic development process has created opportunities for involvement of all groups, regardless of their age, gender, ethnicity, ability, geographic or social background. Përmes përfshirjes nga afër në proces të palëve lokale dhe me mbështetjen teknike të ekspertëve nga Këshilli i Trashëgimisë së Irlandës, tashmë janë zhvilluar 4 plane të trashëgimisë për këto rajone. So we took the heritage plan, but what we didn't do was to take it and try and force the Irish model into the Kosovan context. We carefully evaluated both processes and then looked at the differences, the unique aspects of the Kosovan context, and then adapted the process to produce a unique heritage plan process for Kosovo. Piknisja ishte mbledhja të dhënave dhe hulumtimi, i pasuar nga një studim fizibiliteti mbi trashëgimin kulturor dhe natyrore, i përfunduar në fillim të vitit 2013. Kjo është kryer me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, qendrave rajonale për trashëgimin kulturore, ekspertëve lokal dhe OJQ-ve lokale. Unë mendoj që trajnimet e tilla në kuadër të rrjetit duhet të vazhdojnë, për arsye se janë të rëndësishme për vetë Kosovën dhe për vetë komunitetin e njerëzve që merren me kulturë dhe trashëgimi kulturore. Pas kësaj, përfshirja aktive e komunitetit ishte hap vendimtar për zhvillimin e këtyre planeve të trashëgimisë. Pilot veprimet u organizuan bazuar në praktikat ekzistuese të trashëgimisë jo materiale, të cilat janë miratuar nga komunitetet që jetonin në këto rajone përkatëse, me mbështetjen teknike të ekipit të PDKK-s në identifikim dhe dokumentim. Kjo ju mundësoi komuniteteve që me krenari t'i ndajnë praktikat e tyre kulturore me vizitorët dhe luajtje rol qendror në ngritjen e vetëdijsimit për natyrën dhe rëndësinë e këtyre pasurive dhe vlerave që ata kanë trashëguar. Po ashtu, kjo inkurajoi individët dhe komunitetet për të marrë përgjegjësi për mbrojtjen, promovimin dhe bartjen e traditave të trashëgimisë jo materiale tek brezat që do të vinë. Përmes kësaj, pasuria kulturore, unike për secilin rajon, ishte sjellë në vëmendje të publikut të gjerë. Në rajonin jugor ishte filigrani, një zeje karakteristike e përdorur për të bërë zbukurime dhe stoli argjenti, dhe një shembull i mirë i trashëgimisë jo materiale në praktik, në të cilin 12 studentë nga Kosova, Shqipëria dhe ish Republika Jugoslave e Maqedonisë patën mundësinë të trajnohen. Çdo ditë që ka mësu në lidhje me filigranin, ka bo me kuptu se sa zeje e vështirë është, sa duhet me pas durim për me bo ato dhe sa që ka vlerë shumë atë madhe se sa që ka vlerë shumë të madhe dhe që të na nuk e vlerësojnë qatë sa duhet me vlerësu ato. I kisha preferu gjithve që do më thënë edhe moshatarëve të mi edhe gjithve tjerë që edhe nëse ndodh herave tjera kjo punëtorit marrin pjesë se është një përvojë shumë e mirë.
Në rajonin lindor ishte karadaku, një vallëzim tradicional dhe ushqimi lokal si ashura dhe kaçamaku. Një tjetër shembull është rituali kanaxhexhit dhe loja e quajtur ykdyli, e praktikuar nga komuniteti lokal në zonat veriore gjatë ceremonive të martesës. Në fund, okarina është një instrument muzikor i lashtë i trashëguar në mes familjeve në Prishtinë dhe e përdorur në kompozime unike muzikore në rajonin qendror të Kosovës. Si pjesë e këtij pilot aktiviteti, një grup prej 20 studentësh ishin trajnuar të luanin me okarinë dhe ata performuan para publikut gjatë një ceremonie përmbyllëse. Vlera jonë e shtuar nuk ishte vetëm të identifikojmë këto praktika, por të punojmë me komunitetet në atë se si me një qasje të integruar të promovohen dhe menaxhohen më mirë me të gjitha pasuritë e trashëgimisë që ata kanë. Një strategji e brendimit për turizmin e trashëgimisë u zhvillua në rajonin e Prizrenit, Prishtinës, Gjilanit dhe Mitrovicës, për të cilën u organizua një konkurs për dizajnimin e një logoje. Mbi 2500 fëmijë morën pjesë në këtë aktivitet, duke kontribuar me kreativitet në krijimin e një identiteti vizual për aktivitetet e zhvillimit ekonomik lokal në rajonet e tyre përkatëse. Na si OJQ Ecma Ndryshe kemi qenë implementues të projektit të Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, që është promovimi i diversitetit kulturor. Ka qenë garë që është organizuar me nxënësat e shkollave fillore të regionit të Prizrenit, ku kanë marrë pjesë 6 komuna. Nxënësat e shkollave fillore kanë qenë, domethënë, klasat e 3-ta, 6-ta dhe 9-ta, të cilat në kurrikulat e shkollës kanë landën e edukatës qytetare. Përzgjedhja e dizajneve fituese u bë mes grupeve punuese ndërkomunale dhe rajonale, kështu që të gjitha rajonet e Kosovës tashmë kanë një logo të dizajnuar në nivel lokal për turizmin trashëgimor. Atëherë unë vërtet kisha kënaqësinë që isha pjesë e këtij projekti shumë domethënës, e në veçanti për faktin që ky projekt ka pas të bëjë me moshen, me komunitetin e fëmijëve, për arsyeën e vetme sepse fëmijët konsideroj që kanë shpërfaq vlerat e tyre nga trashëgimia kulturore, shpirtërore dhe natyrore. Njëkohësisht mendoj që edhe kanë mësuar më tepër për trashëgiminë kulturore. Programi i trashëgimisë dhe i diversitetit u krijua duke u promovua në të 5 rajonet të Kosovës, duke formuar një pjesë të rëndësishme të shpërndarjes së planeve të trashëgimisë. Mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, si dhe nga të gjitha komunat në secilin nga rajonet përkatëse, koordinatorët e programit të trashëgimisë dhe diversitetit do të bëjnë hulumtim gjithëpërfshirës në rajonet e tyre, duke luajtur kështu një rol katalizatori në promovimin dhe menaxhimin e trashëgimisë dhe diversitetit. Programi për trashëgimi dhe diversitet është promovu në forumin e parë të trashëgimisë, i cili është mbajtur në Prizren në muajin dhjetor të vitit 2014, ku vetë pjesëmarrja e partnerëve lokal, e komunitetit në përgjithësi dhe përfaqësuesve të institucioneve ka treguar vullnetin e tyre për ta përkrahur këtë program shumë të rëndësishëm për zhvillimin rajonal. Të inspiruar nga rrugët kulturore të Këshillit të Evropës, itinerari kulturor i Kosovës Perëndimore filloi në vitin 2014 në partneritet me OJQ-n lokale Human, me vizion afatgjat të zhvillimit të rrugëve kulturore që lidhin strukturat e kullave të gurit në bashkëpunim me vendet fqinje. Me pjesëmarrjen aktive të komunitetit dhe mbështetje nga autoritetet lokale, në 6 komunat e rajonit perëndimor do të krijohen lokacione atraktive për vizitor, që ofrojnë produkte dhe shërbime lokale cilësore si pjesë e rrugës së itinerarit kulturor. Në Junik është ndërtuar një qendër për arsimim dhe një program për rehabilitimin e strukturave nga guri, ndërsa në Klin, pika kryesore e itinerarit kulturor ka zhvilluar një vizion për të themeluar një observator peizazhi
për identifikimin dhe prezantimin, vlerësimin dhe menaxhimin efektiv të pasurive natyrore, duke e lidhur mbrojtjen e mjedisit natyror dhe biodiverzitetin e tij me kulturë dhe turizëm. Artizanati dhe praktika specifike janë duke u promovuar në një qendër artizanale të vendosur në njërën nga kullat e qarqisë së vjetër të Gjakovës, duke i bërë industritë lokale të zejeve kontribues të çmuar të ekonomisë së rajonit perëndimor, si dhe duke ruajtur rolin e tyre si mbajtës të praktikës së trashëgimisë kulturore. Lojrat dhe performancat të lidhura me trashëgimin materiale dhe jo materiale vazhdojnë të mbahen në bibliotekën e lojrave të fëmijëve në Deçan, duke ofruar një burim dëfrimi dhe argëtimi për fëmijët dhe familjet e tyre. Sportet e jashtme në mjedisin natyror në Pej, lojra tradicionale dhe një pasuri rrëfimesh të bartura nga gjeneratën e gjenerat, të inspiruara nga peizazhi i jashtëzakonshëm malor, quan në krijimin e një qendre trajnimi dhe promovimi për sportet e jashtme dhe festivalet e lojrave tradicionale. Në fund, në Istok mund të provohet ushqim i shijshëm dhe pije tradicionale, duke tërhequr turist me shërbimin e specialiteteve të ndryshme gastronomike të cilësisë së lartë, të shoqëruara nga mikpritja unike që ofrohet nga komuniteti lokal. Një seri punëtorish mbi turizmin kulturor u organizuan me pjesëmarrës nga të gjitha rajonet, duke përfaqësuar një numër të madh të palëve që punojnë në fushën e trashëgimisë kulturore. Përfshirë këtu autoritetet lokale, regionale dhe qendrore, bizneset, organizatat e shoqërisë civile dhe OJC-t, si dhe anëtarë të komuniteteve. Këto punëtori ju dhanë pjesëmarrësve kohë për të reflektuar mbi trashëgimin si burim, për të definuar strategjitë për shfrytëzim të qëndrueshëm të saj dhe për të zhvilluar një platformë të përbashkët për partneritet dhe rrjetëzim. Kjo shërbeu si mjet për të angazhuar të gjitha palët e interesit në një dialog aktiv dhe për të zhvilluar kapacitetet për të punuar bashkarisht drejt një vizioni të përbashkët. And I would really urge people to be very open-minded and to see that there is a potential there and a benefit. We would love to host a workshop in Ireland and to show you some of the things we've been talking about here, because pictures and talking never does justice to been there. And I think the people, Kutim, Vertut, people like that who are there, if you get a chance to talk to them and just ask them about their experiences in Ireland, because I think most people were able to see that some of the things we did are applicable and some of the things you do are applicable. It's a great exchange. Në fund, qëllimi ishte të krijohen kushtet për të lehtësuar zhvillimin ekonomik të këtyre komuniteteve në Kosovë, duke u fokusuar në projekte më të vogla brenda kontekstit të turizmit natyror dhe kulturor. Përpjekjet e zhvillimit të kapaciteteve në zhvillimin ekonomik lokal ofruan mundësi të vizitave studimore për përfaqësuesit e institucioneve rajonale dhe qendrore, shoqërisë civile, të cilët kanë vizituar Kapadoqien në Turqi dhe Kilkenin në Irlandë. Respektivisht, pjesëmarrësit kaluan nëpër një program të integruar dhe gjithëpërfshirës të prezantimeve, vizitave në teren dhe ngjarjeve të tjera, që i pajisën ata me njohuri të gjëra dhe të kuptuarit logjik të koncepteve dhe proceseve të planifikimit në fushën e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, zhvillimin ekonomik lokal dhe përfshirjen e komunitetit në mjedise të ndryshme. The Heritage Plan is a regional community initiative evolved as an output of the PCVK project component Local Economic Development, first as a pilot action in Kosovo West and then extended to other 4 regions during 2013 and 2014. The implementation of the Heritage Plan in 4 regions is based on the proven methodology in Kosovo West, including community engagement, data collection and research, feasibility assessment, pilot actions, designing of the regional logo, heritage plan preparation and implementation.
We believe that the heritage plans will have a significant impact on local development of Kosovo regions, gradually leading to a Kosovo heritage plan, while presenting a positive example for other regions in Europe.